55 punime të 42 piktorëve shqiptar që janë pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve u sollën në një ekspozit në nkurimin e Suzana Varvaricës. Në emrin e piktorit të madh Korçar Vangjushmio, punimet kryesisht të piktorëve të Juglindjes, por edhe të qyteteve të tjera shfaqen bashk pas një periudhe kohore 50 vjeçare, si një mundësi unike që publiku t'i shohë nga afër, nisur nga fakti që jo të gjithë kanë akses në fondin e Galerisë Kombëtare. Drejtoria e Galerisë Kombëtare të Artit Entela Çipa e ka quajtur këtë jo vetëm një ekspozit, por edhe një atelie mësimore për të gjithë të rinjt. Për shkak se Galeria Kombëtare e Arteve është në restaurim, është menduar që fondi të mos ri i mbyllur brenda, por të shkojë sa më pranë artdashësve. Nga ana tjetër, për piktorët Vangju Vasili dhe Arif Lushi, kjo ekspozit përcjell shpirtin e artistëve më të mirë shqiptar. Lushi shkon më tej kur thotë se është koha që Galeria Kombëtare të përfshijë në fondet e saj edhe punime të piktorëve pas 90-s. Ekspozita është parashikuar të shëtisë në 10 qytete të vendit brenda vitit të ardhshëm.